Kosovë, buxheti për shëndetësi kur nuk i ka kalu 6% në buxhetit shtetëror. E kundërta e përkujdesjes është ka ndodhur në Kosovë. Qeveria me 19 ministra dhe 6 zëvendës kryeministra propozon që këtë papërgjegjshmëri ta transferojë në zgjedhje përmes sektorit privat. Në vendin me 45% papunësisë, në vendin e vetëm në Evropë, por edhe më gjerë, pa sigurim shëndetësor, zgjidhja shihet përmes këtij privatizimi. Sektor në të cilat nevojat e qytetarëve për kurim janë në rritje. Pasi e rënuan shërbimin publik, promovuan abuzimin me fondet publike për barnat, degraduan infrastrukturën spitalore, regrutuan në vija partijake drejtuesit, në dhanë si rezultat armiqësimin e mjekut me pacientin. Situata në mjekësi është pasqyrim i harresës totale që qeveria aktuale dhe të tjera para saj i kanë bërë secili qytetar të Kosovës. Çfarë ka ndodhur konkretisht në këtë sektor? Mungesa e vullnetit politik për funksionalizimin dhe reformimin e sistemit shëndetësor, keq menaxhim i qëllimshëm për interesa personale, grupore dhe partijake që kanë sjellë sektorin publik në prag të kolapsit. Dëmtim të qëllimshëm të dinjitetit të mjekut, paga poshtruese, mungesa e kushteve elementare të punës, mungesa e mjeteve dhe barnave, afera korruptime, emërime dhe ndrime partijake të njëpasnjëshme e kanë kthyer profesionin e mjekut në një profesion shërbimi. Mungesën e instalimit të institucionit përgjegjësisë, si pasojë numërohen rastet rrezikimit të jetës pacientit dhe të mungesës së llogaridhënies. Si dhe humbjen dhe dëmtimin e pronës dhe pasurisë publike, vjedhje dhe dëmtime që të gjitha rrethanat flasin se janë të qëllimshme. Rastet tipike janë mosfunksionimet të shpeshta të aparaturave diagnostike, si CT, rezonanca magnetike, si dhe laboratoret. Për më detajisht, fjallën ja jap Armendit. Secila nga qeverit paraprake, në mënyrat e veta kanë përdorur këtë sektor mjaft të rëndësishëm për përfitime dhe keqpërdorime. Kjo qeveri ka bërë një hap përpara drejt degradimit të përgjithshëm të sistemit shëndetësor. Është alarmant paralajmërimi i ministrit shëndetësisë se përshkruhet varianti i zgjedhjes së bashku me sektorin privat të problemeve në disa lëmi të shëndetësisë. Rasti konkret është Instituti i Onkologjisë. Kjo është një nisë e cila do të godas xhepat e qytetarëve të Kosovës, specifikisht pacientët që vuajnë nga kanceri dhe familjarët e tyre. Për Institutin e Onkologjisë, që nga viti 2004 janë investuar rreth 5 milion euro në infrastrukturë dhe aparaturë. Ende sot, instituti nuk ka arritur të funksionalizohet plotësisht. Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht ministri, është në dijeni të çështjes. Zgjidhja e propozuar është më e pafavorshmja për qytetarët në nevojë. Spitali partner institutit tonë propozohet një spital jashtë Kosovës, dhe këtij spitali, përveç që do të jepë partneritetin e një institut ku deri tani është investuar para publike, pra para e qytetarëve të Kosovës, atij njëkohësisht do të jepë edhe monopoli shërbimeve të radioterapisë në Kosovë. Duke pasur parasysh koston e lartë të këtyre shërbimeve, nuk do koment se ky do të jetë një biznes mjaft profitabil për spitalin në fjalë. Ne pyesim ministrin se kush do t'i paguajë këto shërbime. Në fakt, ky rast e formalizon praktikën e sjelljes me institucionet e shtetit si me pronën private. Askush s'mund të marrë kokë në vete vendime në mënyrë jo transparente dhe vendime që bien ndesh në interesin e përgjithshëm publik. Gjithashtu, lëvizja vetëvendosje po analizon me vëmendje draftet për projektligjet e propozuara për shëndetësi dhe për sigurime shëndetësore, dhe së shpejti do ta prezantoj me një konferencë konkluzionet e kësaj analize pas marrjes së dokumenteve finale. Mirë po që në fillim, mund të themi se Ministria ka propozuar krijimin e ndërmarrjes publike shëndetësore. Kjo ndërmarrje, sipas këtij propozimi, duhet të vetë gjenerojë të hyrat financiare. Rreziku i parë që vlerësohet është se nëse nuk arrihen që këto vetë financohen edhe të sigurohen këto mjete, a do të mungoj shërbimi mjekësor për qytetarët.
Gjithashtu, gjatë draftimit të ligjit për shëndetësi, është nënshkruar kontrata për shërbime shëndetësore me disa klinika private, pronarët e të cilave kanë qenë antarë të grupit për hartimin e këtij ligji. Haptas, ky është konflikt interesi. Për ironi, asnjë nga antarët e grupit punues nuk e ka nënshkruar deklaratën e konfliktit të interesit. Çështja tjetër shumë problematike është edhe drafti i projekt ligjit për sigurime shëndetësore. Propozimi në projekt ligj diskriminon të varfërit, pasi që pakoja bazike, sipas informacioneve që ne kemi, do të jetë jashtëzakonisht shumë e vogël. Gjithashtu, ndikimi shtetëror dhe partijak është evident në pikat kryesore të tij. Bordi i Fondit për Sigurime Shëndetësore që propozohet është formul praktikisht partijake. Kryesuesi i bordit do të jetë ministri i financave, kurse antari i bordit ministri i shëndetësisë. Mirë po ashtu si u cek më lart, posa të kemi dokumentet finale të këtyre projektligjeve, ne do dalim me konkluzionet të tjera. Faleminderit. Lejoni që të shtoj që ne sinqerisht lëvizja vendosur, sinqerisht i falenderoj të gjitha ata punëtorë shëndetësor që me përkushtim po i kryejnë të gjitha detyrat e tyre përkundër gjitha këtyre vështirësive që u përmendën më lart. Prandaj, në mënyrë që të ndalin të gjitha këto dëme që aktualisht po i ndodhin në sistemin shëndetësor dhe që të jemi në gjendje të i parandalojmë të këqijat e ardhshme të këtij sistemi që po i përgatiten, ne i ftojmë të gjithë punëtorë shëndetësor që t'i bashkojnë protestës pasore kundër hajnisë më 22 qershor.